vendi të shkojë përsëri në zgjedhje. Çfarë nënkupton një gjë e tillë kur tashmë e dim që lëvizja vetëvendosje fituese e këtyre zgjedhjeve i ka numrat e mjaftueshëm për të formuar qeverinë, edhe pse duhet të nuk ka përfunduar ende edhe numërimi për sa i përket votave me kush, por në të gjitha çfarë është parë fituese është lëvizja vetëvendosje në të gjitha, le të themi, numërimet e zhvilluara. Kam kënaqësinë që të flasim për këto tematika, drejt për së drejti na bashkohet Lulzim Veliu, njohësi i çështjeve rajonale. Ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat bisedës. Si gjithmonë është kënaqësi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, fillimisht dua ta nis me këtë ngërçin që në një farë forme ne kemi komentuar edhe më herët dhe ka qenë pjesë, duhet thënë, edhe e asaj blokade prej muajsh, që nëse do të kishim një rezultat që tashmë e kemi me fituesen absolute si lëvizja vetëvendosje, mund të krijohet një tjetër precedent për të risjellë, le të themi, të njëjtën panoramë që kemi parë përgjatë këtij një viti në Kosovë. Si e shihni ju edhe qëndrimin e zotit Kurti, i cili nuk ka hezituar në një farë forme për të thënë se mund të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme vendi dhe një tjetër mandat për Vjosa Osmanin. A ndërlidhen me njëra tjetrën, a dëshiron që zoti Kurti të ketë sërish, le të themi, Vjosa Osmanin në krye të vendit kur është ai kryeministër dhe fituesi këtyre zgjedhjeve? Si e komentonim? Siç e thatë edhe ju më herët, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, një gjë është e qartë se institucionet e Kosovës mund të krijohen shumë shpejt. Pra në momentin që kemi një certifikim të rezultat, ku vendi mund të konstituohet, mirë po njëkohësisht mund të krijohet edhe qeveria, pasi që lëvizja vetëvendosje, forca kryesore në vend, i ka numër të mjaftueshëm për ta krijuar qeverinë. Mirë po, till pas kësaj kemi një problematik tjetër, të cilën gjë e kemi ditur edhe para një viti, pra në kohën kur ishim në fushatën zgjedhore për zgjedhjet të shkurtë të vitit që kaloi, ditur se presidenti i vendit do zgjidhet një vit pas zgjedhjeve të mbajtura në shkurt. Një gjë të tillë nuk e kanë menduar, një gjë të tillë sikur e kanë neglizhuar në një formë apo formë tjetër, ndërsa tani zoti Kurti, kandidati për kryeministër apo Kurtit për krijimin e qeverisë së tretë me radhë, në një farë formë me deklarata të tilla, mua më duket sikur i bën ato për të friksuar opozitën se unë mund t'ju rraf edhe më shumë se në zgjedhjet e dhjetorit, po që se nuk votuat kandidatin tim, gjë që për mendimin tim nuk është e mirë, nuk i kontribuon demokracisë, nuk është hutje me një vend të lirë demokratik. Unë jam shumë i sigurt se zoti Kurti do të dëshironte që në krye të presidentes edhe për një mandat të jetë zonja Osmani, pasi që ajo ishte jo vetëm presidente, po thënë shkurt ishte notere e lëvizjes vetëvendosje, notere e zotit Kurti, dhe ai një gjë të tillë do ta dëshironte edhe për mandatin e plot. Mirë po, sa të jetë e gatshme opozita, pas kësaj humbje të kësuar që të jap votat apo të qëndrojnë në sallë në momentin kur vjen vota e presidentit, nuk mund ta them, pasi që ata kanë problematika të tjera, ata duhet merren tani me besoj që do të ketë edhe dorëheqje pas kësaj humbje që është kësuar, dhe do të dorëheqje nga, po thoni, nga partitë e tjera, për kë konkretisht i referojnë se? Në këtë rast më tepër se të gjitha tjerave i referohen lidhjes demokratike të Kosovës, e cila ka kësuar më së shumti, domthonë kemi dy palë zgjedhje të një pasnjëshme që lidhja demokratike, jo që nuk e arrit elektoratin e vet që kishte kohë më parë, por shumë larg pritshmërive të saj, e kësaj ka kapsuar një humbje debakët, ka 5 deputet apo 6 tani pas humbjes së deputetit të fundit, më pak se me zgjedhjet e qershorit, dhe normal që duhet reflektojnë, edhe reflektimi i tillë do të jetë me dorëheqjen nga kryetari, por edhe me krijimin e strukturave të reja apo me votimin e strukturave të reja, duke filluar nga nëndegët e tyre për të ardhur deri te Këshilli Qendror apo Kuvendi, siç e quajnë ata, dhe në këtë formë do të kenë problematika të tjera, ndërsa në anën tjetër Kurti dhe
qeveria në ardhje, edhe ata nuk janë fill pa problemi, pasi numrat i ka numrat për të krijuar qeverinë, mirë po Kosova është futur në vitin 2026 pa buxhet dhe njëra nga hapat e parë që duhet të bëj qeveria e ardhshme, pastaj edhe kuvendi, duhet të jetë miratimi i buxhetit për vitin 26. Nëse ne do të shkojmë te afatet kushtetues, do të shkojmë te afati për zgjedhjen e presidentit dhe nuk do të kemi buxhet, ne nuk mund të shkojmë as në zgjedhje. A do ta bëjnë në momentin që do të formohet qeveria, dhe besoj ajo është diçka në cilën nuk është se ka kaluar edhe vitin që lam pas pa u përmendur si një nga frikrat, duhet thënë, nëse nuk do të krijohej, le të themi, qeveria për gjatë kohës në cilën u fitua nga lëvizja vetëvendosjen në shkurt, por që më pas u pa edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme të caktuara. Pra, a do t'jetë një problem për lëvizjen vetëvendosje, punët që kushdo që t'jetë në qeveri do t'i bëj dhe duhet t'i bëj, si kundër është miratimi i buxhetit, apo në një farforme ka faktor të tjerë të jashtëm politike që nuk i përkasin vetëm lëvizjes vetëvendosje që do t'a çonin vendin në një tjetër krizë? Jo, vendin në një tjetër krizë, apo në një vazhdim të zgjedhjeve të nepasnëshme mund ta dërgoj vetëm çështja e presidentit. Pasi po kush e luan faktorin tek çështja e presidentit është pyetja. Pra kush do ta bëj lëvizjen që do ta çonte vendin në një tjetër krizë? Dhe në cilat pozita janë partitë politike në Kosovë për ta bërë këtë? Edhe partia fituese në këtë rast, pra çfarë do të marrë si përgjegjësi përballë elektoratit, por nga ana tjetër dhe partitë opozitare që kësaj here nuk është se kanë dalë mjaftueshëm mirë për të përballur edhe një herë me elektoratin, apo do të jetë kundërta, që mund të sjellë rritje tek ta. Partitë opozitare kanë dalë shumë keq, mirë po tani është momenti kur lëvizja vetëvendosje duhet të reflektoj. Ka marrë 50% të vota nga elektorati shqiptar dhe si e tillë ka numra të mjaftueshëm për të krijuar qeverinë dhe për të vepruar. Domethënë, miratimi i buxhetit bëhet pa problem në qoftë se ata e kanë, pasi miratimi i buxhetit i kërkon 61 të votat, të cilat lëvizja vetëvendosje së bashku me aleatët e saj, pa partitë e minoritetit jo pakica, pra jo serbe, janë të mjaftueshëm, pasi me ata së bashku shkojnë 67 deputet. Pra se mendohet që vetëvendosja i ka marrë dhe një ulse me, le themi, me një tjetër. Po, se është një llogaritje që është bërë dhe do të duhet që ta shohim në fund, por që të paktën duket se kur shumë vogla që mund të ndryshojnë deri në certifikimin e rezultateve. Po flasim për votat me post në këtë rast që t'jemi dhe për publikun qartë. Pra deri diku janë 57 ulse që lëvizja vetëvendosje i ka fituar. 7 plus 10 minoritetit pakic, pastaj është edhe një votë komunitetit sërb, bëhet fjalë për Nenad Rashiqin, cili sipas është opozita serbe, duhet thënë. Po, do të jetë ai në parlament. Dhe në këtë mënyrë, problematika e vetme për lëvizjen vetëvendosje do të jetë zgjedhja e presidentit, që unë mendoj se edhe kjo mund të tejkalohet me një vullnet të mirë politik, duke kërkuar të kemi një figurë gjithë përfshirëse dhe presidentit të jetë konsensual. Do më thonë që të jetë i pranueshëm nga të gjitha. Pra ju thoni që do të jetë emri i presidentit ose presidentes që do t'i bëj partitë të krijojnë quorumin e duhur, po a është një garanci nga opozita në këtë rast, zoti Veliu, nëse nuk është emri i Vjosa Osmanit e zëm në këtë rast? Ka garanci që opozita do ta bëj quorumin? Po unë mendoj se nëse do të jetë një emër i pranueshëm edhe për opozitën, mendoj se ata nuk do të lëvizin. Po nuk e kanë treguar për 9 muaj, që edhe emrat pranueshëm votohen në kuvendin e Kosovës. Ja që u denuan. Nuk e treguan, por u denuan. Dhe në qoftë se do shkojmë edhe ne pas zgjedhjeve të tjera, nuk e ka kërkush garancion se ata do të marrin vota më shumë se në këtë zgjedhje. Andaj votimet e një pasnjëshme s'pari pushtojnë vendit, me kohë, lek, pastaj ka dhe problematika të tjera, do dënohen qytetarët,
do të prishet reputacioni i vendit tonë që nuk gatshëm të zgjidh problemet mes vetit, domethënë nuk janë të gatshëm të vendosin me çfarë edhe do të sillen zgjedhjet. Në qoftë se do të shkojmë në zgjedhje, prapë do vim në parametrat afërsisht. Në qoftë se është arritur 50%, si 2/3 e kuvendit, nuk do të arrijë asnjë nga forcat politike. Është një gjë shumë e sigurt. Domethënë një gjë të tillë mos të androjë askush, por duhet të ulen dhe të gjejnë një figurë konsensuale dhe të vendosin për president të Republikës. Ndoshta shembulli i Gjermanisë do të ishte më i miri, kur në të gjitha rastet në Gjermani emrin e presidentit çdo herë propozohet nga opozita. Do të ishte mirë që jepet mundësia që opozita të propozoj një emër, jo nga subjektet politike, jo pjesë të partive të tyre politike, por një emër konsensual, një emër që mund vinë nga akademia, mund vinë nga shoqëria civile, apo kushdo qoftë një emër që të jetë i pranueshëm pastaj edhe për lëvizjen vendosje, do të merr numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur president i Republikës në mënyrë që të vazhdojmë dhe të mos ngërçet të një pasnish, nëse viti 25 ishte viti i zgjedhjeve, kemi pasur 4 zgjedhje dhe jemi në këtë situatë, pra është një vit plotësisht i humbur, vit që nuk arriti të miratoj as edhe buxhetin për vitin pasues. A shihni një ndryshim të qëndrimeve të zotit Kurti, pra pas fitores në këto zgjedhje, qëndrimi referohem edhe kundrejt opozitës, pra disi është shprehur për bashkëpunime, një gjuhë që në zgjedhjet e shkurtit nuk është se kemi parë, pra ka qenë totalisht ndryshe, në një farë forme një lloj përjashtimi i opozitës, kësaj here duket një frymë më bashkëpunuese nga ana e tij, pra si fitues të këtyre zgjedhjeve. Nëse ju e shihni në këtë formë, mendoni se kjo do të jetë dhe rruga e drejtë në atë që analizuat në këto momente, pra që do t'i hapte rrugën kështu edhe zgjedhjes së presidentit, duke anashkaluar çdo krizë të mundshme dhe duke vijuar punën Kosova në këtë rast, politikisht flas. Një frym tjetër, një fjalor tjetër, një shprehje tjetër e kishte edhe komplet fushata vjetore. Domethënë shihet qartë se kanë reflektuar dhe nuk është përdorur një gjuhë e ashpër që ka ndodhur në zgjedhjet paraprake në shkurtit të vitit që lëm pas. Pra shihet qartë se ka pasur reflektim si nga lëvizja vetëvendosje, po ashtu edhe nga subjektet tjera politike, e unë uroj që kjo të vazhdoj edhe në të ardhmen, e të reflektoj edhe në zgjedhjen e presidentit në mënyrë që të mos shkojmë në zgjedhjet e njëpasnjeshme, të kalojmë problematikat e tilla, jemi në një situatë shumë të vështirë, Kosova ka humbur një vit, jo vetëm në aspektin e brendshëm që nuk është arrit miratohet as buxheti, por edhe në marrëdhënien ndërkombëtare, nuk duhet harrohet, Kosova është në një dialog me Serbinë që thuajse më tepër se afërsisht 2 vite po bëhen që nuk ka lëvizje nga pozicionet që kanë qenë, një dialog që më shumë se çdo kujt tjetër nga nevojitet neve për ta përmbyllur dhe për të hapur perspektivën euroatlantike, për të hapur mundësinë e investimeve në vendin tonë dhe pastaj të gjitha këto e bëjnë të mundur që qeveria të jetë më proaktive, të punohet më tepër dhe të mundohem të arrijmë atë çfarë ka humbur në vitin e kaluar. Qoftë se ne do futemi radhës së zgjedhjeve edhe në këtë vit, nuk di se ku do të marrin fund ato. Pra, mendoj se duhet reflektuar edhe pas këtij rezultati, edhe pas zgjedhjes së problematikave, duke filluar. Unë mendoj se hapi parë që duhet bërë nga qeveria e ardhshme, nga kuvendi i Republikës Kosovës, pjesët e cilit duhet të jenë edhe opozita, është miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Marrëveshjet ndërkombëtare që do të jenë afërsisht 1 miliard euro në Kosovë. Pra, lekë që i nevojitën qytetarë i Republikës Kosovës, qytetarëve të Kosovës, dhe në këtë mënyrë do të fillonte ndoshta zbutja e akullit në mes të këtyre subjekte politike për të reflektuar më mirë e për të angazhuar më tepër për interesin e vendit se sa për interesat e ngushta partijake e klanore. Dua të qëndroj pak tek vota e diasporës, që për hir të së vërtetës është komentuar që në momentin që u vendos pra për datën e zgjedhjeve, edhe për gjatë fushatës, edhe pas fitores së lëvizjes vetëvendosje, ku u pa fare mirë që përqindja shumë e madhe
të votës së diasporës i përket pra partisë fituese të këtyre zgjedhjeve. Si e keni parë, çfarë ka ndikuar dhe si komentohet për zgjedhja? Mund të jetë ajo që lëvizja vetëvendosje ka thënë që diaspora në një farë forme voton këtë parti me kundërshtuar nga partitë opozitare, por u pa që partitë opozitare ka një numër shumë të ullët, ose një përqindje të ullët të diasporës, cilët e kanë votuar. Po më thëmë të drejtën, është fakt se vota diasporës ka ndikuar shumë në rezultatin e përgjithshëm. Duke parë vetëm rezultatin e votës me post apo dhe atyre që është në ambasada konsulata, shihet qartë se më tepër se 72% kanë votuar për lëvizjen vetëvendosje. Mirë, po kjo votë nuk është që ka bërë ndryshimin. Ndryshimin e madh e ka bërë vota e atyre bashkëdhetarëve tanë të cilët ishin për festat e fundvitit në Kosovë dhe e shfrytzuan rastin edhe për të votuar. Në të njëjtën periudhë, pra kur ishte një fluks i madh që llogaritet dikon të 360.000 bashkëdhetar kanë qenë për pushime në këtë periudhë kohore në Kosovë, është parë qartë se afërsisht 100.000 votues të Kosovës, pra vendas që jetojnë në Republikën e Kosovës, nuk kanë marrur pjesë në këto zgjedhje. Përkundër gjithë këtij numri të madh të mërgjimtarëve që ishin në këto zgjedhje, numri i votuesve ishte i parafort me ato të shkurtit vitit të kaluar. Dhe pikërisht pra në një farë forme, nga elektorati në Kosovë, shihet qartë se u dënuan subjektet politike të cilat nuk e mundsuan krijimin e koalicionit dhe pra hyrjen në koalicion dhe krijimin e qeverisë me zotin Kurti. Në këtë aspekt më së tepërmi është dënuar lidhja demokratike dhe sipas disa statistikave që kam lexuar, afërsisht 70.000 votues të lidhjes demokratike të Kosovës nuk kanë marrë pjesë në këtë zgjedhje. Dhe ndërsa sa i përket votës së diasporës, unë mendoj se shumë qytetarë në diasporë nuk merren shumë me problematikat e brendshme në Kosovë. Nuk ju intereson atyre se si është shëndetësia, si është arsimi, që interesojnë as rrugët me të cilat i shkelin. Mirë po merren më tepër me problemet nacionale. Dhe e bëri ajo propaganda e lëvizjes vetëvendosje dhe e qeverisë se ne shëruam veriun, se cep më cep është Kosovë, gjithë kundër ligji domon në një farë forme kjo ishte i shtytsi i madh. Po çfarë do të nënkuptonte kjo që ju thoni zot Veliu, që të përjashtohet diaspora nga votimi në Kosovë? Nga i drejta e votës? Në asnjë mënyrë nuk e mendoj që mendohet për të përjashtuar diaspora. Diaspora shqiptare e Kosovës është pjesë e shoqërisë kosovare. Jo vetëm me qëndrimin e saj ku është kudo qoftë, mirë po vizitat e shpeshta që ata i bëjnë në vendin e tyre, me investimet e mëdha që të gjithë nuk e kemi as edhe mund të themi që në masën ndoshta 99% e bashkëdhetarëve që jetojnë jashtë Kosovës kanë investuar të paktën në një apartament në vendin e tyre në Kosovë dhe ata paguajnë taksa në Republikën e Kosovës. Përveç remitoncave të cilat janë të rregullta dhe nuk janë të pakta për çfarë bëhet. Dhe në këtë mënyrë nuk mund të përjashtohet kjo pjesë, pasi që është pjesë e shoqërisë kosovare. Dakor, por unë mendoj se duhet të rregullohet edhe me ligj që diaspora shqiptare të ketë edhe vendet e rezervuara në kuvendin e tyre, gjë që do të ishte shumë më mirë edhe për diasporën, por edhe për qeverinë. Qartë, dhe një pyetje, as ka ditur opozita që të shkojë deri tek diaspora nëse do t'i mbetet faj lëvizjes vetëvendosje që e ka thithur diasporën në mënyrën e saj dhe gjithkush mund ta analizojë apo ta mendoj sikundër e mendon, pra edhe në këtë rast sikundër ju e mendoni, por nga ana tjetër për opozitën çfarë ndodh? Nuk ka ditur të luaj përgjatë këtyre 10 ditëve fushat apo përgjatë një viti blokad? Jo, unë mendoj se opozita në tërësi, duke mos u marrë me asnjërin nga subjektet politike,
për 4 vite opozitaristin nuk e kanë kryer detyrën e tyre të opozitare. Ata kanë qenë prej e politika populiste që janë udhëhequr në vendin tonë. Dhe si të tillë nuk kanë pasur mundësi jo të marrin nga diaspora, por ata nuk kanë arritur as të ruajnë elektoratin e tyre brenda Republikës së Kosovës. Dhe në këtë formë edhe janë dënuar. Për 4 vite me radhë nuk u reformuar. Për 4 vite me radhë nuk ngritën një kauzë kundrejt politikave të kurtit. Për 4 vite me radhë të gjitha ato politika dhe të gjitha ato vendime që kohë më parë kishin marrur liderët e partive të tyre i kundërshtuan duke rënë prej e provokime e politika populiste të kurtit dhe si të tillë ata nuk mund të bëjnë ndryshime dhe si të tillë ata nuk mund ta ndryshojnë pushtetin dhe kanë ngelur në opozitë. Nëse do të vazhdojnë kësaj, ata do të shkojnë vetëm duke u tkurrur dhe humbur. Mirpo unë uroj që opozita shqiptare në Kosovë duke përfshirë të gjitha subjektet politike do hapë syt dhe do të gjej format, do të gjej njerëzit e duhur që ta udhëheqin atë opozitë dhe do të kenë fakte e argumentet mjaftueshme për t'u kundërvënë qeverisë Kurti, qeverisë së re që do të besoj të zgjidhet brenda muajit të shkurt. Qartë, zoti Veli, unë ju falenderoj shumë që e gjetët mundësinë për të zhvilluar këtë bisedë së bashku, si gjithmonë është kënaqësi. Ju kemi në intervistë. Kënaqësia ime, natën e mirë. Mirë, të nderuar teleshikues, në këto momente do të ndalemi me tjera zhvillime në vendin ton. Hidrocentralet e Komani dhe Vaut Dejes ka nisur shkarkime të kontrolluara për shkak të rritjes prurjeve nga rreshjet intensive në kaskadën e Drinit. Autoritetet thonë se situata po monitorohet dhe menaxhohet pa problematika me shkarkime rreth 700